Emergjencët civile të prefekturës së Fierit kanë prezantuar planin e masave për menaxhimin e zjarreve duke kërkuar nga strukturat e bashkive të qarkut gatishmëri të plotë. Kreshnik Ymerej, shefi i emergjencave civile, thekson se si qark me risk të lartë për zjarre, masat parandaluese janë konkrete dhe lidhen së pari me hapjen e korridoreve apo shtigjeve në zonat e thella kodrinore, vënien në evidencë të sistemit të paralajmërimit të hershëm dhe bashkëpunimin midis reparteve zjarrfikës për shuarjen e zjarreve. Kemi të evidentuar shumë thjesht në bashkinë Fier, në bashkinë Patos, bashkia Lushnjë, kanë hapur zona pothuajse në të gjitha ato vende që cilat ata e konsiderojnë me risk të lartë të zjarreve. Në Cakran, në Frakull, në njësinë Qendër, në njësinë Mbrostar ka pasur, Patozi pothuajse është i përfunduar të gjitha korridoret e saj, bashkia Lushnjë në disa nga zonat me risk të lartë ka bërë këto hapje të korridoreve si një masë paraprake për menaxhimin e situatave të zjarreve. Hapja e rrugëve në pyje dhe zona të thella me bimësi të dendur këtë sezon pritet të lehtësoj punën e zjarrfikësve. Deri një vit më parë, kjo ishte sfida kryesore për menaxhimin e zjarreve dhe lokalizimin e flakëve pasi ekipeve zjarrfikës u duhej të ecnin në këmbë dhe të shohnin zjarrin me mjete rrethanore. Këtë sezon janë hapur rrugë në zona si Cakrani, Patosi dhe në Mallakastër. Rrezik të lartë për zjarre masive paraqesin zonat e thella rurale ku numri i banorëve është e ulët dhe bimësia është e dendur. Në këto zona, njoftimi i zjarrfikësve vjen pasi zjarri ka marrë për masa të mëdha. Ndërkohë, fermierët që ndezin zjarre për të djegur mbetjet e bimësisë janë një tjetër faktor risku për zjarre masive. Atëherë referuar fakti që ndodhin para sezonit verës, kam një apel për të gjithë qytetarët, në veçantë për të gjithë fermierët, të shmangin çdo lloj ndezje zjarre në tokat bujqësore. Sepse jo vetëm që dëmton strukturën prodhuese të tokës, por është një risk i lartë për hapjen e zjarreve masive dhe për dëmet që mund të shkaktojnë dhe gjithashtu sjell në vëmendjen e çdo qytetari që ndezja e zjarrit është një vepër penale dhe është e dënueshme nga ligji jon shqiptar. Prandaj lutem gjithë secilit të bëjë të pamundur për të mos ndezur zjarre dhe të raportojnë në kohë sa herë evidenton një rast zjarri në numër të pagesë 128 ose 129 me qëllim që të reagohet menjëherë dhe të veprohet menjëherë dhe të eliminojmë sa më shumë dëme. Vitin e kaluar, në qarkun e Fierit u shuan afërsisht 200 raste zjarresh me një sipërfaqe të djegur prej 250 hektarësh.